Për dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër, kudo që të ndodheni. Ju përshëndes me një studio të mbushur me rezultate. Kështu do ta quaja studion e sotme, pasi të ftuarit e mi janë nxënës të kolegjit Hasan Riza Pasha dhe mësuesi i tyre profesor Besmir Këlmendi, zëvendës drejtor i këtij kolegji, të cilët të vinë me një informacion entuziast, shumë gazullues në Olimpiadën e projekteve ASEF 2020 në kategorinë junior. Këto nxënës, por jo vetëm, sepse pas tyre ka dhe shumë të tjerë, janë vlerësuar me medalje të arta. Vetëm kolegji Hasan Riza Pasha është përfaqësuar me një rezultat të shkëlqyer, do thoja, 15 medalje të arta, 20 të argjenda e shumë vlerësime të tjera. Natyrisht kemi që të ndajmë nga emocionet e kësaj paraqitje të mrekullueshme. Profesor Besmiri, ju falenderoj që keni ardhur në studio. Përshëndetje, faleminderit për nesh. Besoj se është një rezultat sa entuziast, aq edhe i pritur, sepse vetëm puna bën që rezultatet të tilla të vlerësohen, apo jo? Kjo tashmë është kthyer në traditë në shkollën tonë, u bë disa vjet që kemi këto rezultate vazhdimisht, edhe për shkak edhe të eksperiencës që nxënësit tonë fitojnë ndër vite, arrin që dalin suksesshëm. Kështu që ishte e pritshme pak a shumë. Kjo duket sikur transmetohet vazhdimisht. Unë para një jave pata kategorinë senior, më të rriturit e shkollës, që edhe ata me një rezultat të jashtëzakonshëm u paraqiten në këtë olimpiad, që do të thotë të konkurosh me idetë, mbështetur në njohuritë e fituara, por duke i zgjeruar ata në fusha të ndryshme. Do të thotë që edhe me nxënësit e ciklit më të ulët, 9 vjeçar, kjo punë nis që herët, apo jo? Edhe ato që në kategoria senior, dikur kanë qenë junior, dhe shumica që kanë sukses në senior kanë qenë pjesëmarrës që janë moshë të vogël, që duke filluar nga klasa 6, se kategoria junior përfshin mosha 12 deri 15 vjeç. Dhe suksesi që vjen aty nuk është i rastësishëm. Është diçka në vazhdimsi, dhe nxënësit që kemi sot janë ndoshta një pjesë të tyre në fillimet e veta, por suksesi që tani siguron një sukses edhe në të ardhmen. Po natyrisht të duket sikur është një rrugë që fillon, që nis në ato që kategoritë ku konkurohen, sepse kategoritë janë të ndryshme, apo jo, fushat. Ka shumë kategori. Të duket sikur që tani fillon të marrë një rrugë, një drejtim, një interes. Këto kategori që kanë konkuruar pikërisht këto nxënës, por jo vetëm, janë përzgjedhur nga vetë ju, apo këta nxënës kanë shkuar tek këto fusha, të cilat kanë aplikuar? Ja, është plotësisht përzgjedhja e nxënësit. Ne paraqesim kategoritë, i prezantojmë, pastaj nxënësit sipas aftësive, ideve, dëshirave që kanë, bashkëpunimeve që kanë njëri tjetrin, marrin pjesë në kategori ndryshme. Biles kanë nxënës, shumë nxënës marrin pjesë edhe në 2 kategori ndryshme. I lejohet që të konkurosh 2 kategori, por ku janë të ndryshme nga njëra tjetra, nuk janë afër. Ndërkohë më bën përshtypje sepse ata bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe kanë krijuar grupe. Këto grupe janë përzgjedhja e tyre, apo janë rekomandimet e mësuesit që mund t'i drejtojë dhe të udhëheq? Ka raste që janë edhe rekomandimet e mësuesit, por shumicën e rasteve janë përzgjedhja e nxënësve. Sidomos nxënësit pak më të rritur, nga që kanë vite që bashkëpunojnë, e kanë që një vit përpara e kanë zgjedhur çfarë do të bëjnë bashkëpunëtorin, ose analizojnë çfarë kanë bërë vitin tjetër, mendojnë çfarë do bëjnë diçka tjetër. Si e shohim edhe pak më vonë, disa nxënës e kanë kthyer në traditë, çdo vit marrin pjesë dhe e dinë se çfarë do të bëjnë që tani për vitin tjetër, një ide, sepse ASEF nuk është vetëm konkurim, por është edhe i frymëzim. Po të shkojnë atje, shohin ide pafund nga nxënës tjerë, edhe krijojnë edhe ide të reja për vitin tjetër. Kjo është një nxitje, do të thosha, një nxitje për të marrë një drejtim shumë interesant që juve ju pëlqen. Unë dëshiroj ta kaloj mikrofonin tek vajzat dhe djemt që janë këtu fitues. Në fakt, ju nuk i keni vënë ato medaljet
që keni marrë medalje kështu apo thjesht Po, certifikat? merren medalje. Po sa bukur do të kishte qenë që të më vini të praruar sot. Po ju jeni të praruar apo jo? Mirë, Sibora, po të fillojmë me drejtohem. Siborën. Po. Duhet të gjithë të më prezantohen me emra. Atëherë, përshëndetje, emri im është Sibora Neziri dhe kam marrë pjesë në kategorinë Biological Sciences ose shkencat biologjike. Po, kam marrë medaljen e arit, por projekti im lidheshe me matjen dhe cilësinë e ajrit në qytetin e Shkodrës, duke matur 3 parametra të ndryshëm: monoksidin e karbonit, dioksidin e azotit dhe dioksidin e shufurit në 5 zona ndryshme të Shkodrës, në Kiras, Shirok, Xhabie, Perash dhe Pedonale. Atëherë, qëllimi im ose ideja se si e morra këtë ide ishte duke parë ndotjen e madhe që po i shkaktoi qytetit Shkodrës, dihet që ndotja e ajrit nuk është më një problem global, do të bëhet edhe një problem edhe për qytetin tonë. Pra, do nis nga problemi lokal Po. Sepse nga vendi ku ndodhemi. Po. Edhe duke u nisur nga kjo iniciativë, u ndërmora këtë observim në terren duke marrë edhe pajisjen Altair 5X multi-gas detector device nga Universiteti i Shkodrës Luish Gorakuqi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, të cilët më ndihmuan në mundësimin e kësaj pajisjeje. Pasi mata këto 3 parametra në 5 zona ndryshme Shkodrës, unë sigurisht bëra edhe krahasimin me vlerat e OBSH-s, EU-s dhe Shqipërisë, dhe duke bërë krahasimet dhe grafik sigurisht që i parashtrova edhe tek Juria në ASEF, unë konkludova dhe nxorra konkluzionin që Xhabia dhe Perashi janë 2 zonat më të ndotura. Po, unë e kam shtëpi në Perash. Duhet të vendos diçka që të kemi më shumë, sepse ajo zonë në fakt ka qenë tepër e freskuar nga ajri mrekullueshëm që vinte nga deti, por para fabrikatet, ndërtimet e shumta i kanë penguar këtë frymëmarrje dhe këto janë fenomene tashmë shumë të njohura. Po, sigurisht edhe fakti që nuk ka më aq hapësira të blerta, të gjelbërta më dhe pemët sasia e pyjeve ose sipërfaqeve gjelbra sa vjen e paksohet nga viti në vit dhe kjo është një gjë shumë e keqe. Pra ju thatë se Xhabia dhe Perashi janë zona shumë më të ndotura. Po. Sidomos Xhabia. Pse mendoni se nga buron kjo ndotja? Atëherë, kur parashtrova konkluzionet, unë sigurisht që në Shkodër nuk është se ka ndonjë fabrikë e cila ka një ndotje të madhe ajri, tymra dhe faktikisht sasitë e monoksidit karbonit nuk është se ishin dhe aq larta, sepse nuk është se kemi një djegje të madhe me çmyrë që lëshon tymra në ajër dhe ndot më shumë ajrin. Dhe sasitë e dioksidit azotit dhe dioksidit shufurit ishin ato më të lartat, për shkak edhe të makinave. Domethënë ndotja më e madhe, ndotja primare vjen nga automjetet, nga makinat. Duke qenë se nuk ka fabrika, por sigurisht nuk duhet ta anashkalojmë edhe faktin e përdorimit të gjaqeve, sobave në groja shtëpiake, groja qendrore, edhe ajo, më thënë, sjell një ndotje, më thënë, të ajrit, sidomos tymrat e ogjaqeve, sidomos në zonën e Kirasit, duke qenë se Kirasi është një lagje, nuk është se ka një qarkullim të shpeshtë automjeteve, ka vetëm tymrat nga ogjaqet, ato kanë ndikuar në ndotjen e ajrit, ndërsa në Pedonale afërsia, edhe pse është një zonë vetëm për këmbësor, ndoshta edhe ndonjë motor që kalon aty pranë, afërsia me rrugën kryesore ka ndikuar në ndotjen e ajrit. Ndërsa për sa i përket Shirokës, sigurisht Shiroka do li zona më e pastër. Më e pastër. Natyrisht sepse ajri nga Alpet vjen i pastër, i mrekullueshëm. Sigurisht edhe liçeni, i cili. Më bëri përshtypje bashkëpunimi. Ke shkuar në universitet, ke marrë aparaturat. Ke bashkëpunuar me ndonjë shok apo shoqe në grupin tënd apo Jo, ishte punë individuale. Individuale. Patjetër që je konsultuar edhe me mësuesit. Po, patjetër. Çfarë emocionesh ke patur hap pas hapi duke ndjekur, qoftë edhe duke matur në rrugë me parametra këto nivelin e ndotjes? Po, atëherë sigurisht stafi pedagogjik i shkollës tonë na ka ndihmuar në këshillimin
shëllimin dhe përpilimin e projektit, çfarë duhet përfshinim projektin ton, sigurisht ndihma më e madhe ka ardhur edhe nga Universiteti i Shkodrës, Liç Gorakuqit, të cilët më kanë mundësuar këtë pajisje, por edhe shkolla dhe mësuesit dhe profesorët e shkollës më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë në këshillimin dhe formulimin e projektit tim. Je ndjerë sigurt, unë po shoh që ke një elekuencë, një siguri, kjo rrjedh nga përgatitja jote, patjetër. Atje si e paraqitet dhe çfarë interesi ngjalli ky studimi yti, ky projekt? Atëherë, fillimisht kur duhet shkojmë në ASEF, ne duhet parashtrojmë një poster ku kemi përfshirë dizajnin, cili duhet të shprehës, të ketë lidhje me temën që do marrim pjesë në ASEF, duhet të përfshi qëllimin, procedurën, sigurisht edhe referencat, fotot, rezultatet, grafikët, të cilat janë një pjesë shumë e rëndësishme, sepse duke qenë se unë kam bërë një observim terren, edhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme edhe për mua. Ato grafike kam bërë vetë, nuk është se i kam marrë të gatshme nga interneti, edhe kjo është një punë që duhet vlerësohet. Mrekullueshme. Dhe ti paraqitet atë? Po. Besoj se ishe në një stand, po. Secili nga pjesëmarrësit në ASEF ka standin e vet individuale me përjashtim të kategorisë filmi me metrazh shkurtër edhe 3 minute science, 3 minuta shkencë, të cilët kanë video për të prezantuar. Në anglisht apo në shqip? Në anglisht. Gjua e prezantimit është gjithmonë në anglisht. E të gjithëve? Po. Edhe tek research paperi ose fleta e përpilimit ose fleta e kërkimit shkencor, unë kam parashtruar, domethënë, procedurën, qëllimin, referencat, fotot, rezultatet. Sa herë është që merr pjesë në ASEF? Është si bar. Ky është viti 4 që marr pjesë, në klasë 6 kam marrë medalje ari. Në klasë 7 medalje argjendi, ndërsa vjet kam marrë 2 medalje, një ari dhe një argjendi. Si vjet me këtë art të praruar, i vendos diku në këndin tënd, në shtëpinë tënde, këto rezultate janë vërtet ngazëlluese. Po, më thënë, janë bërë shumë medalje, sepse shumë e bukur. Ti je në klasën e 9. Po. Mendon se tashmë drejtimi yt është në shkencat biologjike, e ka marrë nga këtu spunton, apo kjo është thjesht një stadi yt i përgatitjes, sepse mund të kesh edhe ëndra të tjera? Sigurisht është stadi përgatitjes në të njëjtën kohë, por çdo nxënës jo vetëm mund duhet marrë spunto, duhet marrë iniciativën nga këto projekte edhe për të përgatitur në të ardhmen. Domethënë shumica e nxënësve këtu e marrin edhe idenë fillestare se çfarë duhet bëjnë në të ardhmen, çfarë duhet bëjnë kur të rriten, degën që do të zgjellin në universitete, dhe sigurisht mendoj që edhe rëndësia e ASEF-it është kjo, inkurajimi i nxënësve në idetë e tyre. Bravo, vërtet mbreslënse. Unë dua t'ja lë mikrofonin këtyre 2 djelmoçave shumë simpatik që kanë ardhur këtu si fitues të medaljeve të arta. Është Rian Lumanej dhe Jonel Çeliku. Përshëndetje. Në çfarë klase jeni ju? Ne jemi në klasën e 6. Është hera e parë që merrni pjesë? Po, kjo është hera jonë e parë. Po kur ju tha mësuesi që do të merrni pjesë në ASEF, në Olimpiadën e projekteve, si u jetë? Me thënë të drejtën, kishte pak emocione sepse ishte gjithë ajo rrugë që duhet të ndjekim për të arritur këto medalje, por besoj se puna në grup që kemi bërë unë Joneli çfarë teme keni paraqitur, në çfarë fushë? Në physical science ose ndryshe fizik dhe shkencë. Pra projekti jonë e ka emrin Spinning Art Machine, pra në atë projekt që do të thotë në shqip? Spinning Art Machine, makineria rrotulluese. Pra qëllimi jonë që bën art. Pra, qëllimi jonë i këtij projekti ishte që të në dy lanë, për shembull artin dhe science dhe shkencën, të mbledhin të dy në një projekt. Pra, kemi bërë Spinning Art Machine. Po si ju lindi kjo ide të drejtohemi në këto fusha dhe të zhvilloni pastaj mendimin tuaj? Ne menduam sepse ju keni bashkëpunuar bashkë, ëh? Në fillim, para se të punonin për projektin, ne kërkuam shumë projekte për që mund të bënim
Dhe ne menduam, sepse shumë njerëz mendojnë se arti është i rëndësishëm në jetë, por njerëz të tjerë mendojmë se shkenca është e rëndësishme në jetë. Dhe me këtë projekt, unë dhe shoku im Jeneli mendojmë se kemi realizuar një projekt që të dyja palët të kënaqin, pra dhe arti dhe shkenca të... Po si e sollët këtë? Çfarë trajtonte ai projekti juaj? Ju e shkruat apo e vizatuat, si e paraqitet? Kam ndërtuar një objekt. Keni ndërtuar një objekt. Nuk është... Po kjo ke qenë kaq shumë interesante. Një Përdor teknologjinë edhe bëjnë art. Po si ndërtuat? Ma shpjegoj Jonel. Pra, në fillim ne donim ta bënim me një elektromotor, por nuk e gjetëm dhe morëm një kompjuter të vjetër. Në atë kompjuter morëm 2 Ku e pjesë. gjetet këtë kompjuter të vjetër? Babai merret me kompjutra dhe ka shumë kompjutra të vjetër dhe menduam të riciklonim. Dhe unë me shokun tim Marian morëm kompjuterin dhe gjetëm 2 pjesë që na duheshin. Power supply edhe CD-ROM. Pra, këto 2 pjesë na duheshin. I morëm, por Kur i that babit që duam të marrim një kompjuter, çfarë thaj? ai në fillim na pyeti përse do ta merrni dhe ne i tham që ne do ta marrim këtë kompjuter sepse kemi do me thonë për këtë ASEF-in 2020 Junior që të konkurrojmë. Pra, ne e morëm kompjuterin. Ju mbështeti me njëherë, patjetër. Po, dhe blem edhe materialet tona, do me thonë ngjyrat, bojnat, kutin, dhe gëshërë dhe gjërat të tjera. Pastaj ju morët këto 2 pjesë nga kompjuteri. Si bashkuat dhe si realizuat objektin? Pra, ne realizuam atë sepse ne bëjmë dhe disa kërkime në internet si mund ta ndeznim atë dhe atë na thonë që na duhet një motherboard në kompjuter. Truri kompjuter. Qendra. Një mirë mësuar dhe më në anglisht. Dhe aty na thonë që duhet një motherboard group of pin. Dhe na thonë që do të venim në kabllin jeshil dhe të zi dhe ne vum dhe ajo punonte. Ne blem edhe një canvas që përdoret e trash pak si karton. Po. Që përdoret për pikturë. Kanavac. Yes. Po. Yes, sir. Pra e përdorëm atë, e shtypëm butonin dhe ajo filloi të punonte. I vum ngjyrat dhe krijoi forma të ndryshme. Duke pra letrat që blem kanavasi si thënë. Kanavaca, po. Ajo rrin të rotosjelte dhe gjatë përdorimit një hodhëm ngjyra pra bojna si për fletës dhe kur ajo rotosjelte krijonte një si pikturë, një si art edhe të gjithë ata gjykatësit Juria, mendoj se e pëlqynin dhe nisi dhurat ja dhënë një nga kemi dhuruar paçi dhe daçi gjithmonë, që gjëra është të bukura. Mirë, më intereson si keni punuar bashk. Sepse ju mësimet i keni, nuk i lini. Mësimet janë shumë të rëndësishme. Pastaj si keni punuar në shtëpinë e secilit apo në në fundjavë kena punu. Kena ardhur te shtëpia jame edhe fillume se babi em ka këtë do me thonë kamerën që mund ta fotografonte për posterin që u dote. Po, shumë mirë. Edhe na u dote 4 ditë me e bë këtë. 4 ditë shpejt, me shumë emocion, si po del. Sepse në ton këtë proces e keni bë mbrenda fatit që dosh më regjistrua dhe mbrenda fatit që dosh të shkute. Sa kohë nga ideja te realizimi, sa ju more? 2 javë gjysmë. Po shumë shpejt e keni bë. Apo jo? Kur bini të flinit në mbrëmje, krahas atyre mësimeve të përditshme, çfarë ndronit? Ne gjithmonë ndronim për një medalje të art
Aha. A ishte kulmi. Edhe qëllimi edhe që Po mirë, ju keni dy medalje, nuk e ndani për gjithë. Dhe me qenë se ju jeni në klasën e 6 është hera e parë që keni marrë. Po nuk është hera e parë që ju bëni projekte, sepse në shkollë bën vazhdimisht projekte. vazhdimisht. Dhe fjala projekt për ju është e njohur gjatë procesit mësimor, kështu profesor. Po, pjesë e vlerësimit. Pjesë e vlerësimit natyrisht. Po, Por projektet që bëjmë në shkollë pra gjatë ditëve mësimore janë pak pra jo ma shumë stres sepse ne nuk kena atë stres për shembull në klasë jena me gjithë shokët, por nëse aty ishin shumë njerëz të panjohur, ne nuk i njohim ata, por edhe po ju më të juria, vegjlit shkuat atje, ishin shumë rreth jush. Po. Kishte edhe klasa 6, po jo as shumë. Jo shumë, në Në të këtë mëdhenj. kategorinë e shkencës dhe të artit ishit ju dhe të tjerë. Ja, kjo ka kanë vetëm për shkencën, për fizikën ka kanë kjo projekti, por ne kemi si i kemi bën mix edhe artit dhe shkencës bashkë. Shumë bukur. E keni vendosur aty medaljen. Në shkollë si ju pritën kur erdhët me medalje. Me hërime. Në fillim na uruan ju lumë që keni marrë medalje arit dhe zysha ju na uroj gjyqësarta, na uroj dhe tha ju lumë të shpresoj që fitoni dhe vitin tjetër. Kjo është një mrekulli. Le t'ja kalojmë vajzave historinë e tyre të suksesit. Në fakt profesor janë 15 medalje të arta. Ju keni sjellë në studio 5 nga 15 dhe janë 20 të argjenda më teja, apo jo? Ka shumë medalje, si thash edhe ishte pamundur gjithë që të vinë në studio. Kemi zgjedhur disa kategori të ndryshme, sepse që të kemi pak lajmërshmëri të ideve. Po do të thoya diçka, nxënësit që kanë fitu, nuk ose kanë aftësi vetëm në shkencë, sepse ka shumë nxënës që kanë bërë projekte të bukura, por ndoshta mënyra prezantimit, arritja se si ta shesin atë projektin e vet tek juria, ajo jep edhe suksesin përfundimtar. Natyrisht. Sepse Aftësitë komunikuese janë shumë të rëndësishme. Përveç se mësojnë shkencë këtu, mësojnë si ta prezantojnë, si të tregojnë pikat e forta ose të dobta të projektit të fshehin, për shembull, sepse kjo është një aftësi që jo gjithë nxënësit e kanë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme tek vlerësimi i jurisë. Fundja fundit, juria janë njerëz mësues edhe ato kanë pak subjektivitet tek ajo. Po ju morë djem për shembull, çfarë kishin bërë për të rrit pikë vetes, ato artin që e kanë prodhuar aty në sytë jurisë ja kanë bërë dhuratë atyre, kështu që me njëherë, po sa gentiljenë kanë arrit me kanë ti fitoj zemrën. Mirë, ju vjen keq që nuk e keni tashmë apo do ta ndërtoni një tjetër që ta keni për vete? Pajisjen e kanë, po këto pajisja këtyre mund vendosësh kanvas të ndryshme sipër. Dhe edhe prodhon piktura me atë. Sepse është CD-ROM i kompjuterit që rrotullon CD-n. Këto e kanë vendosur atë dhe sipër së saj rrotullohet vetëm shkencëtarët ju kuptojnë mirë, besoni që do të esni në këtë rrugë? Jonel. Besojmë. Vazhdojmë me historinë e radhës. Po? Atëherë, përshëndetje, unë quhem Glionela Fusha dhe kjo është shoqëri me Amela Kalaci. Ne kena bërë një projekt bashkë në dizenju industriale. Po, atëherë projekti jonë ka qenë pra kena ndërtu një fshisë me korrent ekonomike. Pra e kemi bërë vetë. Sa e nevojshme. Po, atëherë ideja jonë fillimisht erdhi kur shkuam në një dyqan në një market për të blerë një fshisë me korrent, dhe aty pam që çmimet nuk ishin të ulta. Po, domethënë nuk ishin normale, por ishin pak të larta, prandaj menduam që të bëjmë ta krijojmë një të tillë vetë. Ishte një vendim i mirë, them, sepse kjo na çoi edhe në marrjen e medaljes të arit. Sigurisht që kishim stres edhe si do të na dilte, si do ta ndërtonim, por bëm një studim në materialet bazike që duheshin për të ndërtuar këtë objekt dhe rezultoi që ishin disa materiale që mund të gjeheshin në qytetin tonë, pra nuk ishin shumë të vështira për të gjetur. Disa nga këto materiale kemi ricikluar, pra i kemi marrë nga objekte të vjetra që ndodheshin në shtëpinë tonë, dhe disa të tjera i kemi bler, por që në përfundim kostoja gjithë projektit ishte më ulët se një makineri që mund ta blejmë vetë në dyqan. Që është një patentë re që ju keni marrë apo jo? Sepse edhe vlerësimi e tregon këtë. Mirë, bashkëpunuat ditë pas dite, çdo ditë, u mblodhët. Pas mësimit, jemi mbledhur tek shtëpitë e njëra tjetrës për të bërë broshurat, posterat, për të bërë në fillim projektin.
Pra na do është shumë kohë me e bë, nuk ishte diçka thjesht që mund bëhet për një fundjavë, do është me njek shumë etapa për me arrit në fund. E keni atë fshesën me korrent? E përdorni herë në shtëpinë e njërës dhe herë në tjetër? Apo do të prodhoni edhe një tjetër që ta keni secila? Them se po, ndoshta vitet që vinë do të marrim edhe më shumë njohuri në shkollat tona, edhe ndoshta do ta perfeksionojmë këtë, do ta përmirësojmë. Me cilët mësues u mbështetët, ju përkrahën, ju udhëhoqën, si bashkëpunuat? Atëherë mësuesja jonë e fizikës ishte ajo që na ndihmoi më shumë, por edhe prindërt tonë na kanë ndihmuar në sigurimin e materialeve të ndryshme. Një mrekulli, është një vlerë bashkëpunimi, një vlerë ecurie, edhe vlera qëndron në atë çfarë ju prodhoni, apo jo, në idenë tuaj. Çfarë ju ka dhënë ky vlerësim tek ju, si ndjeheni? Sigurim në vetvete më shumë. Nuk ka se po e pritim shumë sepse morëm pjesë me 2 projekte ndryshme, po përsëri të dyja keni bashkëpunuar apo po, të dyja projektet i kemi bërë. Jeni shoqe të kahershme që bashkëpunoni në projekte që e bukur. Por dhe na dha shumë siguri në. Cili është projekti tjetër? Kena marrë pjesë në shkencat biologjike. Aty fituam çmim 3. Po shumë bukur. Aty kishi konkurrent si Boren. Si Boren. Po në këtë po jo dhe ju vlerësuat kështu. Kështu që ndjeheni mirë. Mirë, mendoni se kjo ecuri do të çojë drejt një rrugë që ju e doni tashmë të shkencës dhe të ekonomisë mbase? Mendoj se po, se duke fillu me projekte të vogla, mendoj se kena me bë një projekt të madh që i ka me arrit një sukses. E sa ta herë është që merrni pjesë në këtë? Ky është viti i dytë, edhe vitin e kaluar kena marrë pjesë për bashkë në grup. Në çfarë klase jeni ju? 8. Keni përsërinë në kategorinë junior apo jo? Po. Që tani, sepse kur ngjit një shkallë dëshiron që të vazhdon të ngjitesh. Që tani keni vendosur se çfarë mund të bëni vitin e ardhshëm apo të shohim? Nuk e dina, po këta kategori ku kena marrë pjesë na pëlqejnë, domethënë, them se do të qëndrojmë tek këta, nuk do lëvizim, po nuk e di. Një mrekulli. Profesor, besoj se tashmë rezultatet flasin vetë, por më shumë se një rezultat mua më ngjall dhe dëgjuesve që na ndoqën dhe atyre që janë në faqen tonë live Radio Shkodra, ju bën përshtypje se si mund të arrin me këtë kreativitet duke mbështetur në njohuritë e shkollës për të shpërndar me fantazinë e fëmijëve fusha të veçanta bashkëpunimi dhe rrugë që lidhen bukur me këto njohuri apo ja. Ka një diskutim sot për arsimin shekullin 21 që thonë ndoshta mos shkollat po e vrasin kreativitetin pak. Edhe ka shumë të vërteta brenda saj. Dhe ASEF është një mundësi që t'japim hapësirë nxënësve që të shprehin atë kreativitetin që këto e kanë. Ne të rriturit do t'i besojmë pak më shumë, sepse këto e kanë atë kreativitetin, po ne ndoshta ato kufizimet që kemi ne në mendjet tona, edhe i kufizojmë edhe iniciativen nxënësve. Besoj se ne do të krijojmë hapësirat që këto ta shprehin atë kreativitetin ose aftësitë e veta të zhvillojnë, sepse tani janë akoma në fazat fillestare, po shpresoj që në të ardhmen në fakt në shkollë edhe baza laboratorike ka ndihmuar edhe për projekte të tjera që këto ide të marrin. Për punën e shkencave, siç është biologji, kimi, fizika, që në shkenca tradicionale është e tillë, ndihmojnë. Po këtu ka shumë kategori, çdo vit shtohen sepse edhe fushat e interesit nxënësve janë të tilla që shtohen. Për shembull ka edhe shkenca sociale, edhe psikologjia, për shembull këto 2 vitet e fundit që ka si degë ka shumë interes ka nxënësit. Edhe fillimisht mund të mendosh çfarë mund të bëhet psikologji, por pastaj shef që ka projekte shumë bukura që dalin edhe prej asaj. Më kanë befasuar nxënësit e shkollës së mesme në kolegjin tuaj, edhe në këtë fushë. Ndërkohë që ecuria tregon shkallë rritje, ngjitje apo jo. Besoj se këto rezultate nuk janë thjesht ngjarje, janë evenimente shumë të rëndësishme në jetën e këtyre nxënësve. Ju vetë si shkollë,
si i stimuloni, qoftë edhe në pritjen pas ardhjes me medalje, sepse ndriçojnë në vetë medaljet besoj se janë stimul për nxënësit. Vetë dhënia medaljeve, fatkeqësisht shohim që shumë nuk ka mundësi që nxënësit të konkurrojnë ose të shprehin aftësitë e veta. Vetë dhënia medaljes. Po unë do thoya që gjithë nxënësit që marrin pjesë dalin fituar, askush nuk del i humbur. Natyrisht. Pjesëmarrja është shumë e rëndësishme. Është që nxënësit do mësojnë edhe nga gabimet, ne mësojmë më shumë se nga sukseset ndonjëherë. Kështu që gjithë nxënësit mësojnë. Edhe ai që nuk arrin ta marrë medaljen, mëson çfarë ka bërë gabim ta përmirësoj për radhën tjetër. Mëson nga shoku, nga shoqet, sepse nuk kemi më në kohën që mësuesi është ajo qendra e informacionit dhe do t'ja te çojë nxënësve, por jemi në kohën që informacioni është jashtëzakonisht shumë i madh, ka jashtëzakonisht shumë rrugë. Ne mësuesit këtu në këtë rast janë vetëm mentor, që i themin, që janë vetëm konsulent, japin ide ose japin këshilla. Ne para se të shkojmë atje dhe mësuesit e shkollës kemi bërë konsultime me nxënësit, si të prezantojnë, çan pikat e forta, dobta. Atje më duket se ka patur një pjesëmarrje më të gjerë, ashtu siç ishte edhe në kategorinë senior, edhe jo vetëm nga kolegjet në Shqipëri, por edhe nga Maqedonia. Po, 2 vitet e fundit kemi pas pjesëmarrje edhe nga Maqedonia, nga Kosova. Kjo i ka shtu pak ngjyra më shumë, ka edhe ide të reja. Po vështirësi keni patur më shumë duke patur një pjesëmarrje më të gjerë që ju të triumfoni, të dilni? Realisht është bërë më vështirë, sepse numri pjesëmarrësve është rrit. Nëse dikur kemi pas një ceremoni çmimesh, të radh kishim 3. Domethënë se kishte aq shumë nxënës që meshin pjesë të sallat, ashtu ishte një organizim shumë më i madh. Por njëkohësisht janë rritur edhe fushat e konkurrimit. Duke shtu kategori të reja, nxënësit ka mundësi ta shprehin veten jo vetëm ato që janë shkencë, por edhe ato që kanë aftësi të tjera, ose si kategorinë lingvistik, se mund të flasin për gjuhë. Kanë nxënës marrin pjesë të kaj. Në fakt, vetëm duke ndjekur një pjesë të këtyre punimeve, sepse ka plot të tjerë në shkollën tuaj, bindesh për shumë vlera që kanë këto projekte dhe aq më tepër që këto janë vlerësuar. Natyrisht fushën në të cilën ju keni eksperimentuar, keni punuar, por edhe vlera shumë komunikative, vlera të socializimit, vlera të shpirtit të garës, çdo gjë lidhet me një kujtim të mrekullueshëm dhe ato medaljet që varen në këndin tuaj familjar u shtofshin dhe gjithmonë me suksese në rrugën tuaj si nxënës. Unë me shumë entuziazëm i përcjell këto arritje tuajat, jo vetëm të shkollës tuaj, por të shumë shkollave që konkurrojnë, dhe kjo tregon atë punë shumë të madhe që natyrisht bëhet në shkollë, sepse shkolla është baza. Mbi mësimet e shkollës marrin pastaj rrugë shumë ëndra, shumë projekte, shumë realizime. Ju uroj mbarësi. Ju uroj rrugë të ngjitjes dhe gjithmonë suksese. Profesor Besmiri, me shumë nderim do thosha për ju, stafin tuaj, punën tuaj, ju falenderoj shumë që erdhët në Mirëmëngjes Shkodër, jo thjesht për të promovuar këtë nxënës, por për të na bërë krenar edhe ne si Shkodër për arritjet. Faleminderit shumë edhe për jush. Ne arritje kemi pas ndër vite, po kjo njohja që kemi bashkë ka 2 vitet e fundit në dëshira ju për të promovuar diçka pozitive të nxënësve, shoqërinë tonë është shumë na nevojitet, i nevojitet kësaj shoqërie njerëzve të përditshëm, njerëzve që punojnë, njerëzve që kanë një garë me veten edhe me të tjerët, të njohin vlerat e gjithë secilit për të bërë natyrisht më bashkëpunues, më të mirë, më entuziast, për ta marrë jetën çdo ditë me një impuls të ri. Ju falenderoj edhe një herë. Suksesi gjithmonë. Faleminderit.